Përshëndetje shenja peshores, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat I ndava në 4 sfera jetësore të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi perandori, dielli, 10 kupat, 6 shkopinjt. Kjo javë për ju hapet me një ndjesi shumë të fortë kontrolli dhe vetbesimi. Perandori ju vendos në pozicion ku ju ndiheni të qëndrueshëm, të fortë dhe të qartë në atë që dëshironi. Nuk jeni më në pasiguri, përkundrazi, keni një strukturë të brendshme që ju mban drejt. Kjo forcohet menjëherë nga karta e diellit. Gjërat ndriçohen për ju, situatat bëhen më të kuptueshme, energjia juaj duket sikur rritet dhe ka një ndjesi lehtësimi. Duket se ju filloni të ndiheni më të lirë, më pozitiv, sikur një barr është larguar. Më pas, me kartën 10 kupat, kjo e çon këtë energji në një nivel emocional. Ju kërkoni dhe ndjeni harmoni, qetësi, një ndjesi përmbushjeje. Mund të ketë momente që ju mendoni kjo është ajo që unë dua. Pra, dhe në fund, 6 shkopinjt e vulos këtë gjendje. Ju ndiheni fitimtar, ndiheni të vlerësuar, ndiheni të parë, ndiheni që jeni në rrugën e duhur. Pra, në sferën personale, ju jeni në një pikë shumë të fortë, me dritë, kontroll dhe një ndjesi arritjeje. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 7 shkopinjt, kalorësi I shpatave, rrota e fatit, karroca. Në familje, 7 shkopinjt tregon që ju jeni në një pozicion mbrojtjeje. Ndoshta po mbroni veten, ndoshta po mbroni dikë. Duket se ju duhet të ruani kufijt tuaj, të mbroni qëndrimin tuaj, ndoshta edhe të përballeni me dikë ose me një situatë që ju sfidon. Më pas hyn kalorësi I shpatave dhe është energji që përshpejton. Duket sikur ka komunikim të shpejtë, mund të ketë fjalë të forta, situata që shpërthejnë papritur. Kjo nuk është e rastësishme sepse pas saj kemi kartën rrota e fatit. Dhe kjo kartë nënkupton një kthes të madhe të fatit, pra një ndryshim që nuk mund të ndalet, një ndryshim I papritur, një cikël që po lëviz dhe ju nuk mund të qëndroni më në të njëjtin vend. Në fund, karroca ju jep drejtimin, ju merrni kontrollin e situatës. Pra ju vendosni të ecni përpara, ju nuk lejoni që gjërat t'ju tërheqin pas. Pra, në familje, nga mbrojtja e kartës 7 shkopinjve, kaloni te përballja me kalorësin e shpatave. Dhe nga aty, më pas, kalojmë tek ndryshimi me kartën e rrotës së fatit dhe nga aty kalojmë direkt në një marrje drejtimi me kartën e karrocës. Pra gjërat shkojnë në rrugën e duhur me sa duket. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 8 shpatat, 3 shpatat, 3 monedhat, drejtësia. Në dashuri, 8 shpatat tregon një bllokim të brendshëm. Ju mund të ndiheni sikur nuk keni rrugdalje, sikur jeni të kufizuar emocionalisht ose psikologjikisht. Por ky bllokim lidhet drejt për drejt me kartën 3 shpatat, sepse kjo kartë nënkupton dhimbje, zhgënjim, një plagë që nuk është shëruar plotësisht. Ju e ndjeni këtë, nuk është diçka që mund të injorohet. Megjithatë, historia nuk mbaron këtu. 3 monedhat sjell një mundësi, që mund të jetë një mundësi për komunikim, një mundësi për përpjekje për të ndërtuar diçka, bashkëpunim, ndoshta për të rregulluar situatën dhe në fund gjithçka kalon nëpër filtrin e kartës së drejtësisë. Pra duket se e vërteta del në pa. Merret një vendim, vendoset balanca. Ju nuk mund të qëndroni më në një situatë të paqartë, duhet të vendosni çfarë është e drejtë për ju. Kalojmë tek puna. Në punë kemi të dashuruarit, 4 monedhat, bota, gjykimi.
Në punë, ju jeni në një pikë shumë të rëndësishme zgjedhjeje. Të dashuruarit nuk është vetëm një kartë që flet për ndjenja, më tepër flet për një vendim të madh. Pra është karta e zgjedhjes. Ju duhet të zgjidhni një drejtim, diçka që lidhet me vlerat tuaja. Por menjëherë pas kësaj vjen karta me 4 monedhat, që nënkupton frikë për të lëshuar, mbajtje pas asaj që është e sigurt, hezitim për të ndryshuar. Ju mund të dini çfarë duhet të bëni, por ende mbaheni fort ose stepeni. Por kjo nuk mund të zgjas shumë sepse kemi kartën e botës që nënkupton një cikël që përmbyllet, një kapitull mbaron, një fazë është kompletuar dhe menjëherë pasaj kemi gjykimin që nënkupton një thirrje për të vepruar, një vendim që nuk mund të shtyhet më. Është një zgjim profesional, pra ju jeni në fund të një rruge dhe në fillim të një tjetre, por duhet të lini të vjetrën për të hyrë në rrugën e re. Kalojmë në prizën Oracle ku kemi mbrojtje. E gjithë kjo javë mbulohet nga një energji shumë e rëndësishme që është mbrojtja. Kjo do të thotë se ju jeni të mbrojtur, por duhet edhe të mbroni veten duke mos toleruar gjithçka ose gjithkënd, por të vendosni kufi të qartë dhe të merrni vendime të drejta. Paçim!